ashtu, me qenë këtu me ty. Cilat shenja të horoskopit trillojnë mas shumëte? Këtu i kemi shenja që trillojnë më shumëte është bjambinjakët, për arsye që e kanë komunikimin shumë të shpejt, e kanë aftësinë me trillu tepër shumë edhe mos me u vrejt prej shoqërisë që i rrethon. Nganjëherë unë mendoj që edhe binjakët nuk din me dallu dhe harrojnë se që ato që janë tu e kallëzua është trillim apo është e vërtetë. Okej, binjakët. Po, se zhytën krejt në ato që janë tu e tregu, ka njerë e bojnë për me u dok interesant, unë e tregoj histori pak ma të veçanta, pak ma unike, dhe mandej edhe binjakët fillojnë me harru se cila u kone vërteta me të vërtet. Mandej kemi peshqet. Për shkak që peshqet jetojnë në një botë imagjinare, gjatë natës ata fillojnë me trillu ngjarje, me trillu, sa të nesrit gjatë ditës, çaq interesant ju doket ato çka i kanë imagjinu, kanë dëshirë patjetër me nda me dikon tjetër. Edhe fillojnë me e tregu atë trillim si diçka të vërtetë, që me ju bo përshtypje njerëzve tjerë, çaq sa i ka bo përshtypje asaj imagjinata e vet. Mandej nga tjetër shenjë që trillon i kemi edhe shenjën e luanëve, për arsye që luanët janë shenjë me ego. Nëse diçka rreth ti ka shku keq, për shkak të krenarisë së madhe, nuk mundet me pranu pse ai send ka shku keq, edhe fillon me trillu që me ra mirë në sytë të tjerëve. E kemi edhe shenjën e akrepëve. Akrepi trillon kur nuk dëshiron me e thonë të vërtetën. Qaq mirë e trillon ngjarjen, sa ty për një me ka me të dok shumë e vërtet. Edhe nëse ti e dëgjon mandej për diku tjetër verzionin e vërtet, s'mundesh me i besu, i beson verzionin të akrepit. Se akrepi e ka aftësinë me trillu dhe me fshet gjana shumë. Mandej e kemi edhe shigjetari. Shigjetari e bën për shkak të aventurës, për shkak me bo pak ma shumë qef, edhe fillon me trillu ngjarje, po mandej shigjetari dikur do të kallëzon që jo, kjo nuk u kone vërtet që ka kom folë. Mandej për i shenjave që nuk trillojnë shumë ose gati, që kemi shenja të tokës, demi invigjireshën edhe bricjapin. Janë shenja që nuk trillojnë shumë, zgjedhin ma shumë me tregu verzionin e vërtet të historisë që çdo të qoftë, taj sa do që kanë me një fjallë janë shumë drejt, janë shumë të drejt shenjat e tokës.